أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Sot jemi në hadithin 666 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i 4 në këtë kapitull, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: Wa an Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asmi'u wa ati'u wa in istu'mila alaykum 'abdun habashiyyun كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. نرفن أنس ابن مالك رضي الله عنه i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: dëgjoni dhe binduni, edhe nëse mbi ju zgjidhet i pari një sklav nga Etiopia, që koka e tij me flokët e veta është si kurse rushi i thot. Këtë hadith e transmeton Imam Bukhariu në Sahihun e tij. Edhe këtë hadith Imam Neveviu rahimahullahu taala e ka sjell për ta vërtetuar titullin e kapitullit. E titulli i kapitullit është se muslimanët, si qytetarë të një shteti islam, e kanë për detyrë dhe obligim të ndëgjojnë dhe t'i binden kryetarit musliman, përderisa ai i urdhëron në gjëra të mira, dhe se kjo detyrë bie prej tyre nëse ata kryetarët i urdhërojnë këta musliman në mëkat. Dhe sjell hadithin e radhës, ne kemi përmendur se këtë kapitull janë 11 hadithe, dhe nga sasia haditheve shifet qartë rëndësia që ka tema. Dhe normalisht na e kemi përmend në fillimin e këtij kapitullit se këto hadithe dhe këto rregulla vlen për një shoqëri muslimane dhe një shtet islam, ose një sistem politik islam, i cili qeveriset nga Kurani fisnik dhe sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nga këto hadithe që sjell Imam Neveviu rahimahullahu taala, bëhet e qartë se mënyra me të cilën Islami e ruan homogenitetin e shoqërisë, atë përputhjen mes vete, unitetin mes tyre, të cilën e shndron në forcë shtytëse për ta çuar përpara kauzën e islamit dhe për ta mbrojt atë shtet nga të gjitha format e shkatërimit dhe dobësimit të atij shteti. Edhe ky hadith vjen për me kuptuar se ky urdhër me cilën fillon ky hadith, kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asmi'u wa ati'u, dëgjoni dhe binduni, të parëve tuaj kur t'i keni në çdo kohë dhe në çdo vend. E para dhe dyta, se raporti i besimtarëve me pushtetarët musliman është raport i ndëgjimit dhe bindjes, përderisa rekomandimet e tyre ose vendimet e tyre janë në interes të islamit dhe në shërbim të tij dhe nuk bin ndesh me rregullat e shariatit islam. Andaj
e potencoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se raporti i muslimanit me pushtetarin musliman nuk ndërtohet mbi parimin kush është ai i pari, nga cili fes vjen, nga cili popull vjen, edhe që është më rëndësi nga cila shtresë vjen. Edhe nëse ky i pari është sklav nga Etiopia, që flokët e zeza i ka aq kaçurrela, si me qenë kokrat rushit thot. Zeza korp, po edhe kaçurrela shumë, si me qenë kokrat rushit thot. Pra, me këtë argument fetar, demantohet do të ajo ndarja e shoqërisë në shtresa, në klasa. Ky vjen prej këtij fisi dhe ka peshë dhe vlerë. E ky vjen nga një fis i vogël e s'ka peshë jo. Pesha dhe vlera në Islam fitohet nga puna që e bën. Gjithë na, këtu që jemi në mexhlis, te Allahu nuk vlerësohemi as nga emri, as nga mbiemri, as nga familja, e as nga soji, as nga pozita sociale, ekonomike, politike, e as nga të gjitha rrethonat e kësaj bote, e vetme që të vlerëson dhe të ngrit, është ajo që e ki brenda gjoksit tanë në zemrën tone, dhe atë që e bën praktikisht për çdo ditë prej veprave të mira në jetën tonë. Këto kanë vlerë. Tjerat nuk kanë vlerë, se të gjitha vlerat tjera janë kalimtare. Mund t'i kesh një kohë edhe të merren një kohë. Për shembull, pasuria. Mund të mos kesh pasuri dhe pastaj pas një kohe të pasurohesh dhe të bëhesh multimilioner. Dhe ajo që ndodh zakonisht te njerëzit, se pasuria ndikon në karakterin e njerëzve. Edhe njerëzit, shumica dërmuese e njerëzve, kur s'kan, janë modest. Kur bën mendje mëdhej, arrogant. E ky ndryshim, këtë rast është negativ. Megjithëse ka raste dhe ato janë shumë pak, kur sa më shumë që Allahu ja shton të mirat e veta, ai e shton modestin karshi Allahu, edhe modestin karshi njerëzve. Po janë këto ma pak. A zakonisht do të pasuria, pushteti, fuqia ja shton arrogancën njerit. Andaj, për shembull, kur t'jen luftë, edhe ki armatim me vete, momenti që ti e kap një armë në dorë, me njëherët ndron karakteri jotë, shtohet agresiviteti jotë, shtohet mendje madhësia jote. Edhe andaj, Allahu Dhu Gjelal kërkon për besimtarëve të edukohen fetarisht që në momentin kur ata kanë fuqi me të regu modesti. Si që e bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur hyri në Mekë. Në shërimin e Mekës. Thënë sahabët, atë shumë të regoj modesti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa që koka e ti do të bashkohej me devën e ti. Prej modestis. Nuk riket në mundeve kështu, po me kokë ullër, sa që bashku koka e ti me kokën e devës. Pse kjo? Sepse zakonisht njerëzit kur triumfojnë, fitojnë dikon, u rritet mendja, të regojnë mendje mallësi dhe arrogancë, edhe humbin modesti. Do thot pasuria e ndryshon, e transformon njeriu. Zakonisht negativisht, rrallë herë pozitivisht. Fuqia e transformon njeriu. Zakonisht negativisht, rrallë herë ndonjëherë pozitivisht. Po edhe dituria dhe shkenca. Edhe ato e transformojnë njeriu. Andaj Imam Ibn Qayyim rahimullahu taala e ka thonë një fjali shumë të bukur, thotë nëse njeriu kur ka pasuri bëhet arrogant, mendje madh, para mendo çfarë transformimi në aspektin psikik i bën atij dituria e madhe. Mos me kon friga për Allahut,
dhe modestia të cilën e kërkon Islami, atëherë dietarët musliman e mëdhej do të ishin njerëzit më arrogantë në tokë. Ama ku është poenta, se dallimi mes dijes fetare edhe shkencave tjera është më te kjo, se dituria fetare ta shton takvallokun edhe të shtohet modestia. A shkenca tjera jo. Edhe andaj këtu e vërejnë dallimin mes një doktor profesor fetar, shkencave fetare, edhe një doktor profesor i shkencave tjera. Në mungesë të imanit dhe ibadetit, ai që llogarit veten doktor profesor dhe akademik, si themi na në gjuhën e lirë, shkup nuk i prek hunda në tokë. Edhe rrin me krye përpjet, bilimas nuk e lëviz trupin e vet, mos i duket se është përkul. Rrin drejt si dras. Për më tregu se unë jam kush jam. E krejt këto janë hyrje për më tregu se çfarë vetë mashtrimi t'jep pushteti. Pastaj, ku ti mendon se i ki kejt, aty i kije fuqin, aty e kije pasurin, aty e ki akademikët, profesorët, shkencëtarët, aty e ki median edhe çka dush ti me boba. Edhe andaj mejdani mas provues me të cilin ballafaqohen njerëzit sot është mejdani i pushtetit. Edhe rrallë kush merr pushtet edhe shpëton nga kjo arrogancë, nga kjo mendimallësi. Edhe andaj ai kur e merr pushtetin dhe i ka këto komponenta, aty mbrena për vetët nën kontrollin e tij, ai mendon se tash çka don me bë ai ban. Edhe kalon në atë që Kurani e ka përmendur si karakter, kalon në karakterin faraonik. Ma urikum illa ma ara. Ju do të mendoni edhe do të logjikoni sipas asaj që ju mësoj unë. Ndryshe ju s'keni drejt as me mendu, as me logjiku. Pse? E vërtet është ajo që u a them unë se është e vërtet. Gënjeshtër është ajo që ju a them unë se është gënjeshtër. E dobishme është ajo që ju a them unë se është e dobishme. E dëmshme është ajo që ju a them unë se është e dëmshme. Edhe normalisht kur arrin njeriu në këtë fazë, ma aty nuk ka zmbrapsje, po aty është fillimi i shkatrimit të tij. Edhe këtë që na e themi nuk ka të bën me dikan personalisht si emër, po është studim fenomeni, i cili ka mundësi sot mos me ekzistu si shembull, po ka ekzistu në kalume, ose ka me ekzistu në tarme. Ama në çdo kohë do të ketë tipa me karakter të faraonit. Mirë po siç kanë thonë dietarët, edhe kjo shumë është e vërtetë, për çdo faraon ka një Musa. Për çdo faraon ka një Musa. Edhe atëherë kur faraoni mendon se është më i fortë, vjen Musa alayhi salatu wasalam për një fëmis së hudhur në Nil, i pambrojtur, edhe i kalon fazat e jetës derisa vjen muaji Musa alayhi salatu wasalam me që shkak i shkatrimit të atij faraonit në formën më përbuzëse edhe përçmuese të atij fundetit. Edhe andaj për kësaj analize është shumë më rëndësi me theksuar një send. Ti kthehemi Kur'anit vazhdimisht e ti lexojmë rrëfimet kuranore që flasin për ballafaqimin e pejgamberëve të Allahut me popujt e tyre dhe pushtetarët e kohës së tyre për të pa se triumfi është përfundim i të vërtetës dhe se shkatrimi dhe humbja është përfundimi i të kotës. Ani pse shikim të parë duken se janë të pabarabarta. Dhe fuqia e të kotës është shumë më e madhe se fuqia e të vërtetës. Dhe një pjesë e madhe e njerëzve në fillim të udhëtimit, ku se shohin në fundin, dyshojnë. E kjo i kap keq, edhe shumë besimtar fatkeqësisht. Kur se shohin në fundin,
dyshojnë a thu vallë ka me ardhë dita ku ka me triumfu e vërteta. A dini pse ndodh kjo vllazni? Se këtë na kemi qef me dhonë gol pin tribun. Pa hin loj heq. E sipet gol pin tribun. Pa edhe me dhonë gol nuk pranohet. Edhe pse s'bën vaki. Tu qenë tifoz publik, ti mund është me nimu ekipin tanë preferum. Po nuk është ndihmesa e plot, është ndihmes indirekte. Edhe secili prej neve nëse nuk angazhohet konkretisht me qenë pjesë përbërëse e lojës, normalisht ai as nuk e sheh fundin e lojës, po edhe nuk mund ta shijon pastaj përfundimin ashtu si duhet. Edhe na jemi dëshmitar se askush prej neve nuk mund ta sheh fundin e fitores muslimanit në Gaza, nëse ai s'ka qenë me atë 24/7 me ndjenjat dhe emocionet e tija. Nëse ka qenë indiferent dhe asaj që ndodh atje, ai s'mundët as me prit gëzimin e fitores, as me shiju atë gëzim të fitores. E përmenda si shembull se kjo vlen me shumë shembuj tjerë që ka ndodhur në botën islame sot, që në momentin ku ka triumfuar dikush prej muslimanëve dhe ju ka gëzuar fitores vet, te që jem periferi dhe je larg atij, nuk mundesh me ju gëzuar nëse s'ke qenë me te 24/7 me brengat dhe galet e tija, ose nëse s'ke bo dua për te mas paku, ose se ke ndihmu konkretisht mas shumë. Edhe andaj, prej këtyre premisave vjen edhe përjetimi i momenteve të zhvillimit dhe ballafaqimit mes të vërtetës dhe të kotës. Dhe ti e shijon çdo moment i thtin e presionit, edhe normalisht në anën tjetër ambëlsinë e rezistencës. Ai bën presion edhe nuk është lehtë, është rënd. Vjen i nati, nervozohesh, mërzitesh, shqetësohesh, krijon i thtin. Ama në anën tjetër kur ti reziston asaj, vazhdo me qenë njëjtën rrugë, nuk nalesh, nuk dorëzohesh, shtohet elani, entuziazmi, vullneti, fillon me shiju ambëlsinë e rezistencës. Edhe kështu ecë përpara vazhdimisht derisa të kalitesh edhe të përgatitesh që mbi supet e tuja të vendoset amaneti. Amaneti i ndryshimit dhe amaneti i arritjes së fitores, që janë momente të imaset mëdhoja dhe të rëndësishme, po pashkaktu këto efektet anësore, mendjemallësi, arrogancë, gatishmëri për hakmarrje kështu me radhë. Se andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur hyri në Mekë, para se m'ia dhon hakun secilit, i hapi dyert e faljes. Kush shkon qabe është i falur. Kush rrin shtëpit vet është i falur. Do i hapi dyert e amnestisë dhe tha veç filoni, ku të shifet, ai duhet me dhon llogari. E tash, kjo gatishmëri e faljes ishte rezultat i atij edukimit paraprak se në momentin që erdhi me çiku Mekën, nga e cila e dëbun me tentativë për ta vrarë, ai nuk e kthej këtë fitore në hapësirë të revanshit dhe hakmarrjes. Më thonë, ti mu djem dëshe me mbra, ti mu djem dëshe me mbo kurtha, ti djem dëshe me mbo atentat, ti dë... E tash, ku ki me shku? Nuk ishte kjo logjika e që, edhe kjo është logjika e islamit e vëllazëri. Pra shak ne i themi gjithve, musliman dhe jo musliman, dashami dhe dashakçi. Pa marrë parasysh si ti e trajton X-in dhe Y-in, si ti e trajton islamin, si ti e trajton muslimanin. Islami i edukon musliman që mos me pas fuqi të hakmarrjes, po vazhdimisht me pas fuqinë e modestisë, e faljes dhe thirrjes të gjithë njerëzve në shpëtim. Se kjo është qëllimi për cilën Allahu xhallahu na ka bënë neve më të zgjedhurit. Mi thirr njerëzit ka e mira edhe dobishme
dhe me I largu ato nga e keqja dhe dëmshme. Të gjitha situatat dhe rrethonat, edhe kur e kemi fuqinë dhe pushtetin, edhe kur jemi të shtypur dhe përndjekur. Të gjitha situatat ne kemi një thirrje. Ja ju nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu. O njerëz, thoni la ilaha illa Allah që të shpëtoni. Qëllimi jonë është shpëtimi I njerëzimit, nuk është me tregu kush është më I fortë, kush është më I ditur, kush është më I inteligjent, kush është më ata kanë kësi lloj situatash, qafirat, armiqtë e Islamit, islamofobë, kanë dinakëri dhe mundohen me kurthe, kanë domethënë lojë të ultë dhe mundohen me goditje në nëbel, kanë komplote, kanë sabotime, kanë shantazhime, I përdorin të gjitha këto mekanizmat me mbraps një hoxh, një davexhi, një thirrës, një musliman të devotshëm nga kauza e vet. Por normalisht ngelet edukimi I mirëfillt I atij hoxhës, I atij davexhiut, I atij besimtarit është ajo që e man atë të balansuar dhe ballafaqohet me sfidat dhe sprovat dhe I reziston ato duke I shndruar në energji pozitive për veten dhe model për tjerët se si duhet ecet në këtë rrugë të Allahut subhanahu wa taala. I kthehemi ne sqarimit bazë për me kuptuar se si ndërtohet raporti me shoqërisë muslimane dhe kryetarit musliman, I cili kryetar vjen edhe I jepet rëndësia prej punës që e bën, jo prej racës që ka, e as klasës nga e cila vjen. Abdun Habeshi, sklav Etiopias, zakonisht në gadishën arabik në atë kohë kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po fatkeqësisht edhe 15 shekuj më vonë hala trajtohen ata me diskriminim. Para 15 shekujve do shoqëritë janë ndërtuar mbi pronar dhe sklavër. Edhe kanë qenë shoqëri sklavo-pronarsh. Po pas 15 shekujve që thojnë këta sot që janë më të fortë në botë, se na kena përparu, na jemi iluminizu, na jemi zhvillu, jemi modernizu, edhe sot përsëri do thot raca e zezë, raca afrikane është e diskriminume, e marginalizume. Edhe nuk I jepet mundësia me pas pushtetin siç e ka I bardhi. Normalisht për me demantu këtë që theminata her pas here I kanë bo do modele edhe I kanë dhonë mundësi një herë me qenë një zi kryetarin e shtetit të madh, po jo me të gjitha ingerencët dhe fuqit, sepse në shtetet e mëdhaja kryetari më tepër është simbol se sa është vendimarrës, sepse aparatura shtetërore është ajo që e merr vendimin. Por për me tregu se na I respektojmë të gjithë, I japim mundësi edhe dikujt që është I zi me pasur një pozitë me rëndësi, mirë po kur ta analizosh thellë atë sistem politik e shef se përqindja e zive pjesëmarrës në politikë bërje dhe vendimarrje është shumë skajshmërisht e vogël krahasim me racën e bardhë. Edhe ky racizëm që ka ekzistuar pastaj në atë kohë edhe më vonë në mënyrë shumë të qartë edhe të zhurmshme, Islami që në kohën e vet në fillim e ka luftuar. Edhe I ka thonë muslimanëve, nëse të gjeni kryetari I zi korp, mos e shikoni pse çfarë race ka ai. Po shikoje çfarë botkuptimesh dhe metodologji ka ai. Dhe nëse ai punon, vepron për ta ngritur fjalën e Allahut dhe zbaton ligjin e Zotit tok, duhesh me ndëgju dhe me u bind atij. Jo thashë unë jam kurejshit për shembull, e kush është ky etiopiasi. Andaj Islami jo vetëm teori, por edhe praktikisht ka treguar. Kur Ata ibn Abi Rabah rahimahullahu taala ishte muftia I Mekës, ishte korbizi. Po jo vetëm korbizi, po nuk ishte hiç I hershëm. E vishin khalifët e muslimanëve,
i çështën fëmijët e vet më mësu te ky mufti i Mekës. Ato fëmijët e Lazdrum, fëmijë mretërsh, se ne durojshin tërbije që vejp ke muftia i Mekës ishte Korbizi, e ju theke baba, Khalifja, bëjni sabër me marrë dituri, se dituria e ngrit njeriu shumë ma shumë se pushteti. Andaj, ata ibn Abi Rabah, ka ardhë pja Afrike, Korbizi, është bu muftin Mekë. Edhe ju fëmijët e mretit, ju fëmijë vetë ka thonë, nëse ju nuk mësoni, nesër mund është mu boti khalife, me zamesu babën pushtetin e vetë, ama famën e ata ibn Abi Rabah kurse në mrejt. Se fama e ti, e djetarit, është subjektive. Buron nga vetja e ti, nga dhia që e ka. A fama e pushtetit është objektive, është nga pushteti që e ka. A dhia e shëshon njeriu gjithmonë, kudo që shkon, a pushteti jo. Sa e ki vlerë, pa se ki për gjithmonë. Sot e ki, edhe e ki famën e pushtetit. Nese ta merë Allahu pushtetin, bosh i pa njohër. Ama i dituri, ka me qenë gjithmonë i njohër për shkak dijes që e ka. Edhe andaj, pushteti i vërtet është pushteti i diturisë. Edhe kjo sfit, ose ky lloj ballafaqimi dhe ky dy luftimi mes pushtetarëve dhe dietarëve është arkaik, është i lashtë, është i vjetër. Edhe ka me vazhdu vazhdimisht. Edhe në këtë betejë, këtë dy luftim mes pushtetarëve dhe dietarëve, dietarët vazhdimisht kanë triumfu. Edhe andaj porosia është për të rritë që ata ma shumë me lakmu diturin, shkencën, se sa pushtetin. Me gjithë se, të shumë push i pitrive tonë, pushteti është ma i lakmueshëm se sa dituria. Pse? Se pushteti të e famën shpejt, të e pasurin, po flasë për kohërat tona, të e pasurin shpejt dhe të e fuqin e vendimarjes, që kryon arogancë dhe mendjemadhësit e njeriu. Edhe i thot tjerve, po, qka vendosur në bëhët. Kurse dituria nuk t'jep këto gjëra për një herë. Ama ato që t'jep, ato janë të përhershme. Shife, nuk t'jep me një herë, ama ato që t'jep janë të përhershme. Ande autoriteti që t'a jep, a i nuk është me ty vetë sa je gjallë, po ngelet me ty edhe mas djekjes tënde. Ande mere me një anë Imam Ahmedin, rahimullahu ta'ala, edhe në anën tjetër Me'munin, ose Mu'tesimin, khalife. Fama Imam Ahmedit ka vazhdu, dhe me sot, ata kanë pas famë se kanë qenë pushtetarë dhe kanë pas ushtrin me vete edhe pasurin, momenti që ata kanë vdek, fama atyre është zhdu. Dhe nëse përmende sot, përmende për shembull të keq, jo për shembull të mirë. Edhe pra shkak, na i porosisim të ri që vazhdimisht japim përparësi diturisë, mësimit, leximit, shkollimit, e jo vrapimit pas pushtetit e famave tjera, se ato janë kalimtare, kejt i ban, mirë po nëse s'ki normalisht të na muslimant iman fillimisht edhe dituri, kejt ato autoritete janë të parëndësishme dhe janë kalimtare. Edhe një element që është i përmendur këto që e kanë shëru dietarët, që është më rëndësi, do të thotë e kemi kryetarin ton përpara, që vjen prej një race që shumica e çvlerësojnë, duket nga jashtë se është i pavlerë, i parëndësishëm, edhe në anën tjetër kemi pozitën e cila përcaktohet nga qëllimi që ka dhe mënyra se si arrin qëllimin e vetë. Edhe gjithsesi na, të gjitha situatat, gjykimet nuk duhet mi bo nga dukje e pare njeriu i hershëm apo s'është i hershëm, është i bardh apo i zi, të pëlqen dukje e tij jashtme apo nuk pëlqen, që është irrelevante, pa rëndësishme. Çka është më rëndësi për ne, çfarë qëllimi ka në jetë, edhe cilën metodë e përdor për marrë qëllimin e vet. Normalisht te ky kryetari
i racës zez, në intereson e ka qëllimi me ngjit fjalën e Allahut, edhe e përdor metodën e fesë Allahut për të arritur atë qëllim. Nëse i ka këto komponente me vete, pjesa e parë s'ta intereson. Edhe kundërta. Nëse nuk i ka këto qëllime me vete, pjesa e parë s'është hiç me rëndësi. Edhe andaj na nuk duhet me u vlerësu në bazë se kush jemi e të kujt jemi, po duhet me vlerësu në bazë të qëllimeve që i kemi dhe punës që e bëjmë për të arritur ato qëllime. Koha që kishme në disponim për me folë në lidhje me këtë hadith në përfundoj, na këtu do ndalemi, që inshallah taala ndesë në ashëm me vazhdu me mësimet dhe porosit që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke lutur Allahun e Madhëshëm me dhëndje të dobishme dhe vepra të mira, me na dhënë sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për të marrë këto mësime porosi, na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.